Nëse i marrim vlerat, sa është importuar energji elektrike nga rajoni dhe nga kompanitë ndërkombëtare, apo nga tregu ndërkombëtar, ne do të kishim 2 projekte me vetë financim të kursyme nga buxheti apo nga prodhimi i energjisë nga Keku. Edhe vetëm në këto 3 vitet e fundit si sot. 450 milionë euro import. Ky është problemi. Pse është ky problem? Sepse gjatë gjithë kohës ne vrim edhe sot. Njëra palë dërgon një letër për ta subvencionu biznesin, pala tjetër del edhe akuzon atë palën aty, sepse bisedova apo pse e dërgove. Me që përmendëm pra dhe propozimin, jemi drejt për drejt, ka se duke na shikuar edhe shefja e grupit parlamentar të LDK-s, të cilën e kemi tash e kam shuar në loudspeaker, nëse po na dëgjoni zonja Bajrami? Po ju dëgjoj. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që na keni shikuar dhe për lajmërimin për tu përfshirë. Pra e përmenda unë këtu në studio dhe diskutuam edhe propozimin tuaj dhe kërkesën që edhe shërtohet mundësia që të subvencionohet kjo nga qeveria dhe përgjigjen që keni marë. Pra, si e pat ju këtë? Në fakt, u kyqa pak me vonesë, sepse isha jashtë, po ju dëgjoja që për përqeshjen që i ka bo qeveria kërkesës sonë, kërkesës së deputetëve dhe ka thonë që në fakt ajo për cilën lobojmë ne janë 1% e kompanive në Kosovë që janë korporata, po kjo nuk është e vërtet. Ne jemi duke bë përpjekje që të evitohet edhe një valë re e inflacionit e cila ka me i godit qytetarët e vendit, të cilën edhe ashtu në fakt kanë pasur një ngritje alarmante të çmimeve në këto 4 vitet e fundit. Përmes mbrojtjes, domethënë të kësaj kauze në mënyrë që të preventojmë ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, ne mbrojmë qytetarët e vendit. Më lejoni t'ju them që nuk po i mbroni bizneset, por ju po mendoni që në fund qytetarit do të pësoj më së tepërmi. Ne nuk e kemi asnjë problem, themi që jemi edhe në mbrojtjet e bizneseve. Unë kam qenë pjesë e qeverive kur ju i keni prezent aty edhe përfaqësuese odës ekonomike, kur na kemi bo pako fiskale, në fakt i kemi konsultu bizneset, edhe në kohën kur ne kemi ull taksa, kemi heq aksizën, kemi heq të vëshën, për shembull për mjetet investive, për makinerinë e tjera, ne këtu i kemi bën konsultim për biznesin. Neve nuk na vjen keq të themi që jemi në mbrojtjet e biznesit, po duke qenë në mbrojtjet e biznesit, ne jemi në mbrojtjet e interesit të qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse në fund të fundit, rritja e kostove të biznesit do të reflektohet në rritjen e çmimeve të produkteve dhe të shërbimeve. Po është edhe një gjë tjetër. Tani e keni kryetarin e odës ekonomike aty, unë kam marrë disa informata që janë në këto 1300 biznese në fakt. E përbajnë dikun 50% të punës, do më thanë të vendeve të punës në Kosovë. Janë dikun 148.000 të punësuar që punojnë në këto 1300 biznese. 148.000 të punësuar në këto 1300 biznese. Po, kjo nuk është informatë e cilën e kam të verifikume, për bëhet fjalë për 1300 kompanit më të mëdha në Kosovë, ta keni parasysh edhe për nga qarkullimi edhe për nga punësimi, ne e dim që shumica e ndërmarrjeve në Kosovë janë ndërmarrje mikro dhe të vogla, kështu që këto 1300 biznese përbajnë gjysmën e punësimit në Kosovë. Tash duke mbrojt interesin e tyre, ne mbrojmë interesin e këtyre 148.000 familjeve